Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Unë jam Xhencila Thartori, flasim pak për protestat e Partisë Demokratike në vitin 2025. Tirana ka hyrë në vitin 2025 me një klim politike të ndesur, ku protestat e opozitës janë shndruar në skenë kryesore të zhvillimeve publike. Nga bulevardi kryesor kryq qyteti deri te oboret e institucioneve të drejtësisë, tensioni mes qeverisë dhe forcave opozitare është rritur ditë ditës. Akuzat për korrupsion, pakënaqësim i buxhetit, kontestimi i zgjedhjeve të mëdha dhe çështjet e lirisë së medias janë rikthyer në energji e protestave në një vit që pritej të sillte stabilitet, por që prodhoi një val të re demonstratash. Në këtë atmosferë të ngarkuar, opozita ka paralajmëruar se rruga mbetet mjeti i fundit për të bërë presion, ndërsa qytetarët ndjekin me shqetësim një realitet politik që po bëhet gjithnjë e më i polarizuar. Tensioni politik dhe rikthimi protestave. Viti 2025 shënoi një ringjallje të dukshme të tensionit politik në vend, me opozitën që rifilloi protestat si reagim ndaj një sër zhvillime që sipas saj minojnë demokracinë dhe funksionimin normal të institucioneve. Tumbimet e organizuara në zemër të Tiranës u shndruan në një arenë ku akuzat për korrupsion, keq menaxhim dhe mungesë transparencë u artikuluan në tone të forta. Opozita argumenton se qeveria ka mbyllur kanalet e dialogut politik, duke detyruar të rikthehet në protestë si mjet presioni publik. Ky përshkallëzim ka krijuar një atmosferë të vazhdueshme nervozizmi, ndërsa qytetarët përballen me një realitet politik të mbigarkuar, ku rruga është bërë sërish vendi ku shprehen pakënaqësia kolektive. Protestat